para jush kam nderin ta prezantoj kandidaten për Këshillin Komunal të Komunës së Gostivarit, Valdete Sulemani. Mirë se vini në tubimin ton madhështor që organizohet nga iniciativa e pavarur me përfaqësues Prof. Dr. Rufi Osmanin. Unë pata nderin që të jem kandidate e mundshme për këshilltare të Komunës së Gostivarit. Fshatarët tanë duhet të kenë shkollimin, që do të thotë të kenë hapjen e shkollës 9 vjeçare, si gjithë fëmijët e rrethit tjerë të Gostivarit. Do të jem zëri juaj, unë vi nga sfera e arsimit, dhe si profesioniste do të angazhohem për ngritjen e cilësisë së organizimit të shkollave dhe arsimit në nivele standarde bashkëkohore, siç e kërkojnë normat dhe parimet pedagogjike. Kam nderin ta thras në para jush Magister Brikent Aziri. Iniciativa qytetare ka vendosur që si moto ta ketë është koha për ndryshime. Dhe ndryshime do t'jenë rrënjësore. Ndryshime do të fillojnë prej mënyrës se si qeveriset, duke u afruar qeverisja qytetarëve, duke implementuar logjikën se qeverisja komunale nuk është për të sunduar qytetarin, por është për të shërbyer qytetarit. Neve jemi iniciativa e parë qytetare dhe përgjithsisht përfaqësues kandidat parë, cilët dalim zgjedhje me një program ekonomik politik mirë të definuar, ku pjesën më të madhe ose kyçe e zën zhvillimi ekonomik lokal. Si disa nga projektet kyçe do të jetë orientim tepër i madh drejt zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë, sidomos në ambientet rurale të Komunës së Gostivarit, dhënia e lehtësimeve mundshme ekonomike, respektivisht taksave komunale, për gjithë ato kompani që do të ofrojnë vende të reja të punës. Disa shokë dje më thanë kur të marrish fjalën, ki kujdes mos e teprosh për shkak se njerëzit vinë që të shohin Fadil Zendelin dhe Rufi Osmanin, vinë që të ndëgjojnë se çka kanë thonë profesor Rufi Osmani dhe profesor Fadil Zendeli. Për këtë arsye, unë nuk e vazhdoj më gjatë, veç një apel me 18 që në shtubimi qendror, të vini numre dhe më të mëdhej dhe me 20 e dishin të votoni për atë që është opsioni më i mirë, opsioni cilin sot e prezentoj. Ne në këto zgjedhje dalim me kandidatin tonë për kryetar komune dhe me listën e këshilltarëve. Por në këto zgjedhje mbi të gjitha dalim me programin tonë ku i trajtojmë të gjitha problemet me të cilën ballafaqohen qytetarët e Komunës së Gostivarit. Ne nëpërmjet këtyre zgjedhjeve tentojmë që të fitojmë këto zgjedhje dhe të ndërtojmë institucione të qëndrueshme. Për shkak se nëpërmjet këtyre zgjedhjeve dhe nëpërmjet programit tonë që ne e paraqesim para jush, tentojmë t'i themi stop ke qeverisjes së deri tashme me institucionet komunale, apo jo? Në programin ton, ne i kemi kushtu një vëmendje të posaçme parimeve bazë mbi të cilën do ta vendosim qeverisjen ton me institucionet komunale. Por ne në programin ton parashojmë që të kushtojmë vëmendje të posaçme edhe pjesëmarrjes së tërthorë të qytetarëve, pjesëmarrjes së drejt për drejt të tyre në të gjitha format e komunikimit me komunën dhe me institucionet komunale. Para jush thras profesor Dr. Rufi Osmani, kryetarin e ardhshëm të Komunës së Gostivarit.
Fitore dhe vetëm fitore. Ne nuk zgjodhëm opsionin për ndryshime rastësisht. Çdo profesor e ka dhënë provimin e jetës në profesion vetëm nëse studentët e tij, kolegët e tij më të ri e të i kalojnë profesorin. Dhe unë them se sonte me kënaqësi di kolegët e mi para meje më kanë kalu mu dhe profesor Fadilin. Prandaj më bëjnë të jem krenar. Unë e di se ju keni një besim të madh te unë te ekipa që e kemi zgjedh. Unë ju garantoj se ne këtë besim do e shëndrojmë në vepra konkrete, në punë konkrete, do e shëndrojmë në krenarin tuaj. Ju jap fjalën se shumë programe tona, duke filluar nga arsimi, nga ekonomia, nga kultura, urbanistika, infrastruktura, ne do i bëjmë realitet duke shfryzu fondet të shumta financiare, vendore, qeveritare dhe ndërkombëtare dhe duke pas edhe për krajen tuaj të sinqert. I ndëgjojmë të tjerët, të cilët thuajnë se gjoja pas kanë fjalë dhe i mbajt kanë fjalët. Shka thuan ato njerëz? Thuan se ato i pas kanë bërë ndryshimet në një kohë dhe se çdo gjë pas ka përfundu. Nëse është kjo kështu, atëherë shtrohet pyetja, po ç'është demokracia? Po pse i bëjmë zgjedhjet? Pse duhet njerëzit të verifikohen gjithmonë në zgjedhje? Ne këtë filozofi të tyre nuk e pranojmë. Ne do i bëjmë ndryshimet e mirëfillta demokratike në këto zgjedhje në Gostivar për t'i bërë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në nivel të Maqedonisë. Apo jo? Programi jonë në përgjithësi, në veçantia ekonomik, investiv, është një program të cilit mund t'ja kenë lakmi, shumë kandidaturat të tjera. Ne dolëm në këto zgjedhje me emrat dhe mbi emrat tonë, nuk kemi njerëz që më shefemi pas emrave, gjyrave dhe flamujve të partive, sepse jemi të përgatitur fjalën e dhënë ta mbajmë vetë dhe për atë të mbajmë edhe përgjegjësi dhe të japim llogari. Këtu dallojmë ne dhe dallojmë shumë nga të tjerët. Unë juftoj që të mbani këtë disponim pozitiv, të mbani këtë dëshirë dhe vullnet, t'i bëjmë këtë ndryshime me votën e lirë. Juftoj që në 22 mars të dilni masovikisht të votoni opsionin për ndryshime pozitive në dobin tuaj. Urime fitoria, falënderit shumë.